20 tetor. Përparësia e parë e lutjes. Ju pra lutuni kështu: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroft emri yt. Mateu 6:9. Në lutjen e Zotit, Jezusi na mëson që përparësia e parë në lutje është t'i kërkojmë Atit ton qiellor të bëjë që emri i Tij të shenjtërohet. Në ne, në kish, në botë, kudo. Vëre se kjo është një kërkesë, një lutje, jo deklarat apo shpallje. Pra, nuk është një shprehje lavdërimi, por një kërkesë. Për vite me radhë kisha lexuar gabim lutjen e Zotit, sikur ajo të fillonte me lavdërim. Lavdi Perëndis, emri i Zotit është shenjtëruar, druajtur, përnderuar. Ama, nuk është një shpallje, por një përgjërim. Ajo është një kërkesë drejtuar Perëndis që ai të garantojë që emri i Tij të shenjtërohet. Kjo është njësoj me një varg tjetër, Mateu 9:38, ku Jezusi na thot t'i lutemi Zotit të korrave që ai të dërgojë punëtor në të korrat e Tij. Mahnitem vazhdimisht që ne punëtorët, duhet të udhëzohemi për t'ju lutur pronarit të fermës, i cili i njeh të korrat më mirë se ne, të dërgojë më shumë punëtor në fermën e tij. A nuk kemi të njëjtën gjë edhe këtu në lutjen e Zotit? Jezusi po na thot t'i kërkojmë Perëndis, i cili është pafundësisht i zellshëm për nderin e emrit të Tij, të garantojë që emri i Tij të shenjtërohet, që do të thotë të nderohet, të druhet, të lartësohet si pafundësisht i çmuar? E po, ndoshta na mahnit, por ja ku është. Gjithashtu ajo na mëson dy gjëra. Njëra është që lutja nuk e shtyn Perëndin të bëjë gjëra që ai nuk është i gatshëm t'i bëjë. Çdo synim që ai ka është të bëjë që emri i Tij të shenjtërohet. Asgjë nuk është më lart në listën e përparësive të Perëndis, por na duhet të kërkojmë pavarësisht këtij fakti. Tjetra është që lutja është mënyra e Perëndis për t'i përshtatur përparësitë tona me të tijat. Perëndia ka për qëllim t'i bëjë gjërat e mëdha, rrjedhoja e lutjeve tona, kur ato janë rrjedhoja e qëllimeve të Tij të mëdha. Sille zemrën tënde në përputhje me xhelozinë e Perëndis për ta shenjtëruar emrin e Tij, dhe kështu të të lutesh me një efektshmëri të madhe. Lutja jote e parë e gjithëpërcaktuese qoftë për shenjtërimin e emrit të Perëndis, dhe lutjet e tua do të marrin nga fuqia e xhelozisë së Perëndis për emrin e Tij.